Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, gjatë fjalës së tij në parlament, deklaroi se mazhoranca e mbajti fjalën e dhënë për rritjen e pensioneve në vend. Balla u shpreh se me miratimin e projekt buxhetit të vitit 2026, që është pjesë e rendit të ditës të seancës plenare, shqiptarët do të mësojnë edhe shifrat zyrtare të pensioneve dhe se me fundvitin nuk do të merret vetëm bonusi që është tradit, por edhe më shumë. Popullit shqiptar të themi që fjalën që dham e mbajtëm, zotimin që u dham pensionistëve e mbajtëm. Dhe sot jemi në ditën kur zyrtarisht në Kuvendin e Shqipërisë fillojmë të komunikojmë shifrat historike të këtij buxheti. Pensionistët jo vetëm që do të marrin në muajin dhjetor bonusin e fundvitit që tani më e kemi kthyer në tradit, por do të kemi edhe një rritje të shtrirë për gjatë 12 muajve të vitit 2026. I ftoj kolegët ta miratojmë kalendarin e posaçëm të këtij buxheti, duke votuar për kalendarin, duke votuar për këtë buxhet, votoni edhe për prindrit tuaj pensionistë, votoni për gjithë ata pjesëtar të administratës publike që mezi presin rritjen e pagave. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në fjalën e tij hodhi akuzën në drejtim të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe tha se edhe vetë projekt ligji për buxhetin tregon brendin psikike dhe identitare të tij. E ndigjuat vetë që kreu i tyre me 5 mbiemra kërkon që shpjegimi i votës të bëhet para se të votohet. Kjo kërkesë shpreh të gjithë brendin psikike, ideologjike, identitare të këtij grupi parlamentar që pranon në krye një person si ai, i cili me një ndërhyrje të tillë tregon se nuk njeh asnjë ligj, asnjë parim, asnjë normë. Por unë jam këtu për të thënë dy fjalë. Në historinë e një vendi kur nuk ndodh që paketa buxhetore të vijë pa paketën fiskale, sepse është vetëm paketa fiskale, burimi i krijimit të atij buxheti. Kurse ju sillni këtu statistika kalpe, falso për të mashtruar shqiptarët. Berisha paralajmëroi se së shpejti do të mbahen protesta.